Ndodhem në fshatin Kremenar në familjen e Bashkim Liçajt. Kjo që është në ekranin tim është çadra ku banojnë 7 antarë të kësaj familje. Familja Liçaj në fshatin Kremenar të Mallakastrës jeton në kushte tepër të vështira. E përbërë nga 7 antarë, pjesëtarët e kësaj familje jetojnë në një çadër, pasi banesa është e pabanueshme për shkak të punimeve të dobta dhe amortizimit. Bashkimi kryefamiljari, së bashku me bashkëshorten e tij Nexhmien, ndodhe në spitalin e Fierit, sepse ai ka pësuar hemoragji në tru, ndërsa në mungesë të tij, Ermali, djali i tij, tregon se jeta për ta është më shumë se sa e vështirë. Po, na ka sjell bashkia ballësit çadrën, se shtëpinë na kanë ardhur inxhinierët na i kanë nxjerrë të pabanueshëm. Te çadra jetoj unë me gjithë bashkëshorten edhe djali, po edhe babai me maman këtu janë brenda te çadra. Babai është me pikë e gjaku, me tromboz në kokë, e me paralizë kronike kanë nxjerrë. Po kemi 2 vjet e gjysmë, gati 3 vjet që na kanë sjellë këtë, zoti kryetar asnjë lloj mase nuk ka marrë. Tho do ndihmoj, me fjalë bosh. Në një ambient që nuk i ngjan asnjë kasolleje, bashkëshortja e Ermalit gatuan në një sopë të vjetër për të ngrohur fëmijët në këto ditë të ftohta. Këtu gatuj, këtu bajgjën, këtu i baj drunton kratë, se ky ai smush, si badat. Po, për të ngrohur? Këtu, kur është në i herë ftohtë, pikon këtu me fëmijë, çfarë baj? Prindrit e Ermalit marrin rreth 30.000 lekë pension, por gjithçka shkon për ilaçe, ndërsa bashkia i jep vetëm 4.000 lekë ndihmë për djalin e vogël. Babai merr 190.000 lekë, gati si dalin për ilaçe. Thjesht një çati shtëpi dua, nuk dua asnjë gjë, si kërkoj një luks kryetarit bashkisë. Thjesht vetëm rregulloj një dhomë të mbledhje çatinë e shtëpisë, vetëm për mos zën fëmin shtëpia brenda. Kryebashkiaku i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, tha se bashkia nuk ka program rindërtimi, por i ka ofruar qira banese të cilën familja nuk e ka pranuar. Në prag të dimrit, familja Liçaj shpreson që ndërimi i viteve të mos i gjejmë në çadër, por në një stret të sigurt.